Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bimë ka habitur të gjithë mjekët, çaji i rozmarinës i jep fund çdo problemi shëndetësor. Rozmarina është një shkurrë për herë e gjelbër e vendeve të ngrohta me lule të vogla, ngjyrë qielli ose të bardha, me gjethe të imta si hala dhe menjëherë tepër të këndshme, të cilat përdoren në gjell ose edhe për të nxjerrë prej tyre një lloj vaji, e cilësuar nga qytetërimet e lashta si e shenjtë. Rozmarina ka qenë pjesë e familjes së mentes dhe është më shumë se një erëz aromatike e cila përdoret në gatim. Cilat janë vlerat ushqyese të rozmarinës? E pasur me fibra, hekur, kalcium, tanina, flavonoid dhe njëkohësisht vitaminë B6. Ajo do të forcojë kujtesën, do të përmirësojë humorin, do të forcojë shikimin dhe do të ndihmojë në qarkullimin e mirë të gjakut. Ka efekte të cilat janë tepër të dobishme në pacientë të cilët vuajnë nga sistemi nervor dhe gjithashtu qetëson stresin, ndihmon mëlçin në funksionin e saj, tretjen dhe lufton mikrobet e dëmshme. Është një ilaç mjaft i mirë kundër rënies së flokut. Përdorni rozmarin të tharë në ujin e vaskës për t'u qetësuar dhe tonifikuar. Mirë po, cilat janë përfitimet shëndetësore? Forcon kujtesën. Kur përdoret në aromaterapi, vaji i rozmarinës mundet që të përmirësojë kujtesën, lehtëson në dhimbjet. Me lëngun e përftuar nga zierja e rozmarinës, masazhoni me kujdes pjesët përreth kokës për të lehtësuar dhimbjet, ose thjesht nuhatja e aromës së rozmarinës thuhet se mundet që të lehtësojë simptomat e shkaktuara nga migrena. Antibakterial. Sipas ekspertëve, në qoftë se ajo konsumohet si çaj, rozmarina shërben si një freskuese fantastike e gojës. Detoksifikues. Me një efekt detoksifikues në mëlçi, kjo shkurrë e gjelbër mundet gjithashtu që të ndihmojë në lehtësimin e urthit në stomak. Sistemi imunitar. Nëse konsumohet rregullisht, rozmarina menjëherë mundet që të forcojë sistemin tuaj imunitar me antioksiduesit e saj të shumtë. Si ta ruani? Rozmarina mundet që të zgjasë më shumë se 2 javë në frigorifer në qoftë se ajo mbështillet me një pecet të lagur. Rozmarina mundet të qëndrojë edhe më shumë se 6 muaj në qoftë se ajo është e thatë. Mos e lani derisa ta përdorni pasi mund të prishet. A i dini që në shekullin e 16 njerëzit e diqnin rozmarinën në shtëpi pasi mendohej se mund ta dezinfektonte atë? Si një simbol i dashurisë dhe i besnikërisë, nusja dhe dhëndri mbajnë me vete një lule rozmarin. Qytetërimet e lashta e mendonin rozmarinën si një bimë magjike për shkak të vetive të saj për përmirësimin e kujtesës. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lartë sa edhe vetë bima. Kjo barishte është përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriut një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohej si një kurë tepër ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve me gjymtyrët. Acidi salicilik, i cili gjendet tek ky çaj, konsiderohet si paraardhës i aspirinës. Kjo është edhe arsyeja pse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe në trajtimin e artritit dhe reumatizmës, kundër mikrobeve dhe baktereve. Çaji i rozmarinës është gjithashtu i pasur me substanca të cilat do të luftojnë të gjitha mikrobet dhe bakteret. Këto përbërës e bëjnë çajin tuaj ideal kundër disa problemeve shëndetësore. Forcon trurin. Çaji i rozmarinës përmirëson qarkullimin në tru dhe performancën e tij. Ai përmban një ushqyes të quajtur acidi karnosik, që është një antioksidant i fuqishëm që mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira.
Në qoftë se ju vuani nga aroma e rëndë e gojës, edhe pasi e keni larë atë, atëherë ju duhet që të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë me çaj çdo mëngjes përpara se ju të dilni nga shtëpia dhe thuajini lam të mirë erës së keqe. Personat të cilët kanë irritime të mishrave të dhëmbëve si pasojë e larjes me furçë të fortë, tashmë munden që ta kenë një zgjidhje, ndaj rekomandohet që çajin ata ta konsumojnë menjëherë pasi të kenë larë dhëmbët në mëngjes. Sipas ekspertëve, rozmarina dhe çaji i saj është shumë i mirë edhe për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimeve të ndryshme, infeksioneve të ftohtit, virozave dhe njëkohësisht alergjive. Çaji nga ana tjetër ndihmon edhe kundër dhimbjeve të kokës që shoqërojnë problemet me rrugët e frymëmarrjes. Çaji i rozmarinës përdoret edhe për problemet me mëlçinë. Ekstraktet e çajit të rozmarinës dhe të bimës në veçanti janë të dobishëm kundër këtyre problemeve shëndetësore. Përgatitja e këtij çaji është njëkohësisht shumë e lehtë. Përbërësit e nevojshëm që juve do t'ju duhen janë një filxhan me qumësht, një degë rozmarinë të tharë ose një lugë gjelle me rozmarinë të thatë dhe gjithashtu një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degën e rozmarinës në 4 pjesë, 3 prej të cilave hidheni në një tenxhere me qumësht dhe lëreni më pas këtë përzierje derisa të ziejë për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzini lëngun vazhdimisht. Shtypini copat e rozmarinës me lugë në mënyrë që të lëshojë një aromë më të fortë dhe të çlirojë vajrat e saj esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji juaj do të jetë gati. Mirë për kujdes, njerëzit të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe anemia nuk duhet që ta konsumojnë këtë çaj sepse ul aftësinë e trupit për të përthithur hekur. Ky çaj mund të mos jetë i mirë edhe për femrat shtatzënë dhe ata të cilët vuajnë nga diabeti, të cilët duhet të konsultohen më parë me një mjek përpara se ta përdornin. Sipas ekspertëve, përfitimet e rozmarinës nuk përfundojnë këtu. Ajo përmirëson shëndetin e njohës dhe rritjen e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mundet që të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo i cili kërkon që të rrisë aftësitë njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksidantë dhe antiinflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidantë tepër të fuqishëm dhe me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup duke reduktuar edhe stresin oksidativ që lidhet me sëmundjet në trup, si sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj gjithashtu mundet t'ju ndihmojë që ju të mbrojeni nga disa kushte shëndetësore dhe nga ulja e inflamacionit. Rozmarina bën që të shtohet prodhimi i lëngut biliar, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes duke reduktuar simptomat si fryrja, gastrat dhe njëkohësisht dispepsia. Ajo mbështet shëndetin e zorrëve dhe parandalon shqetësimet e tretjes. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.